6 maj, dita e luleve, siç njihet nga një pjesë e mirë e popullsisë shqiptare, u festuan në një formë të veçantë në komunën e Bushatit, e cila feston edhe festën në komunës. Panairi Agro Trade është bërë tashmë një traditë e përvitshme e prezantimit të prodhimeve të zonës. Deputeti Gjok Uldedaj, gjatë një pjesëmarrjeje në Panair, është shprehur se zona e Bushatit njihet për kulturën e saj blegtorale bujqësore. Komuna e Bushatit renditet ndër komunat më prodhuese në vend. Edhe ky aktivitet sot në kuadrin edhe të një panairi, pra të një panairi që tashmë është futur në treg si një markë e re, Agro Trade Bushat, nëpërmjet ekspozimit qoftë të fermerëve të zonës, por qoftë edhe të fermerëve tjerë të ardhur nga zonat përreth, tregon që Bushati ka potenciale të larta zhvillimi. Bushati do ketë një vëmendje të veçantë Partisë Demokratike të kryeministrit shqiptar në një mandat të tretë në 4 vitet e ardhshme për ta kthyer Bushatin ashtu siç Bushati e meriton. Prezent në këtë festë ishte edhe presidenti i Këshillit të Agrobiznesit shqiptar, i cili vlerësoi prodhimet Made in Bushat dhe garantoi mbështetje për fermerët e kësaj zone. Këshilli i Agrobiznesit shqiptar shpreh gatishmërinë që në këtë komunë të shtojë të gjithë potencialet e tyre për të ardhur, për të kontribuar dhe të bashkëpunuar me kryetarin e juaj të mrekullueshëm, me këshillin e komunës të mrekullueshëm dhe me deputetin për të cilën ka tashmë as miku jon dhe jemi bashkëpunëtor në këtë drejtim. Në shijimin e vlerësimin e prodhimeve të zonës së Bushatit, morën pjesë edhe përfaqësues të biznesit nga Malizia e Kosova. Në 5 vitet e fundit, nëpërmjet skemave të subvencionimit, janë mbledhur me kultura të ndryshme rreth 2000 hektar në zonën e Shkodrës, me një vlerë rreth 400 milion lek.